Kemi fillu me shpërndarjen e pakove ushqimore të cilat donatorët i kanë pagu në organizatën tonë, ndërsa ne kemi shpërndar mbi 1000 pakë ushqimore. Kjo është pomja e iftareve, iftari ngratë për familjet të cilat nuk e kanë mundësinë që financiarisht me ushqy në një restoran. Edhe në ditët në vijim të Ramazanit, çdo natë do të shpërndajmë iftare në këtë mënyrë. Kemi hyrë në 10 ditëshin e dytë të Ramazanit, ndërsa në 10 ditëshin e parë të Ramazanit si organizatë Islamic Relief Kosova kemi arritë të realizojmë disa projekte të ndryshme. Kemi filluar me shpërndarjen e pakove ushqimore të cilat donatorët i kanë pagu në organizatën tonë, ndërsa ne kemi shpërndar mbi 1000 pakë ushqimore. I kemi edhe dikun 800 familje që presim i furnizu në ditët në vijem me pakë ushqimore. Mirë po, njëri për projekte kryesore që ka qenë shumë i dashur për neve ka qenë edhe shtrimi i iftareve çdo natë, ku prej ditës parë të Ramazanit nga 1000 iftare i kemi shpërndar në 7-8 qytete të ndryshme të Kosovës, në qytete të mëdha ku kemi jetim më shumë. Kjo është pomja e iftareve, iftari ngratë për familjet të cilat nuk e kanë mundësinë që financiarisht me ushqy në një restoran, edhe donatorët të cilët dojnë me ushqy në Ramazan një të varfër, një jetim, e kanë pas mundësinë dhe vazhdojnë edhe në ditët në vijim të Ramazanit, çdo natë do të shpërndajmë iftare në këtë mënyrë. Krahas pakove ushqimore, iftareve, i kemi hapur edhe 15 bunare mbrana 10 ditëve të para të Ramazanit, për familjet të cilat nuk kanë qasje në ujë të pishëm, kanë qenë duke u furnizuar me ujë jashtë shtëpisë së tyre. Edhe planifikojmë që edhe për 2 ose 3 familje me fëmijë jetim që i kemi në kushte të rënda duke jetuar, që janë me qeras në shtëpia shumë të vjetra, që me zakatin, sadakat e tyre njerëz që i dhurojnë në Islamic Relief Kosova, me rahatu këto familje një herë përgjithmonë që me pas një jetë të dinjitetshme. Krejt njerëz që dëshirojnë me u bashku në krejt këto projekte tona që jemi të i realizu, e kanë mundësinë që në zyrat tona që i kemi në Mitrovic, në Pej, në Ferizaj, në Kamenic, Gjilan, në Prishtinë, ose përmes faqes tonë që është islamicreliefkosova.org, me i dhuru sadaka donacionet e tyre, me u bashku në vazhdimin suksesshëm të realizimit të këtyre projekteve edhe në ditët në vijim të Ramazanit.